Temperaturat e larta të muajit korrik kanë rikthyer në vëmendje një problem të hershëm në njësinë administrative Levan. Përroj Levanit, i njohur edhe si kanali kullues i ujrave të larta për zonën Peshtan Levan, është ndruar në një burim serioz rreziku për shëndetin e banorëve dhe për mjedisin. Sipas banorëve, kanali nuk është i pastruar prej shumë vitesh nga bordi rajonal i kullimit, i mbushur me barishte, mbetje të ndryshme dhe llumra. Ai është kthyer në një kolektor të shkarkimit të ujrave të zeza, si dhe në një vend grumbullim mbetjesh urbane, duke përkeqësuar ndjeshëm situatën mjedisore në zonë. Banorët shprehen se problemi është denoncuar vazhdimisht pranë institucioneve përgjegjëse, por deri më sot nuk është ndërmarrë asnjë masë konkrete për pastrimin dhe rehabilitimin e përrojit. Ata theksojnë se mungesa e ndërhyrjes dhe shmangja e përgjegjësisë nga institucionet po i lë qytetarët taksa pagues të përballen çdo ditë me pasojat e ndotjes, ndërsa kanali vazhdon të mbetet edhe i pa dezinfektuar. Shumë prej banorëve shprehin shqetësimin dhe frikën për shëndetin e fëmijëve, duke theksuar se mbetjet që dekompozohen në përrojën e Levanit krijojnë kushte për përhapjen e infeksioneve dhe rrisin rrezikun e shfaqjes së epidemive, veçanërisht gjatë stinës së verës. Levanit vajti shumë vite, do i festuar se hedhin dhe mbeturina, hedhin dhe qerat dhe do pastruar, se mund të ketë 20 vjet që nuk është pastruar. Prandaj të vërë dorë shteti se ka shumë njerëz që jetojnë në këtë Levan dhe Levani ka 40 vjet që s'ka dhënë njëri dorë, që në kohën e nderit e mësot. S'ka dhënë njëri dorë asnjë rregullim, asnjë gjë. Gjithë Levan. Shkarkon ujrat e zeza? Po të gjitha këtu ku do vjen, kanalve. Prandaj po të bëhet ajo gjë e mirë, po. Këtu sipas Terezis marrin para dhe nuk bëhen investime në fshatin tonë. Kallëmi është 3 metra më i gjatë nga pallati. Të pastrohet kallëmi të heqen pislliqet se po na vin mint në shtëpi. 500 insekte të qelbura në shtëpi. Parat i marrin. Kush e merr? Kush i merr? Komuna. I merr komuna. I merr taksën e toksit, merr të gjitha siguracionet ai. Ujë, drita të tëra. Një herë të frykin drita. Na vdiqin më shkonja, sërim dëthë më shkonja, është tur. 36 vjetë demokraci, mos të vërë dorë, qa bën komunën? Qa për bëjnë? Qëfar bëjnë? Jo komuna, po dhe bashkia. Dhe bashkia, po vinë për vota duan ata, vinë. Lutem shumë. Dhe ju i mbështesni? Po i mbështesni nëse nëse dojnë. Ne zotime na japi fjalë boshe, e tuti dhe ne themi o burra se do bëjë gjë tjera. Dhe një fëmijë të vogël, po t'japshin karamele do të afrohet. Edhe ne do t'i bëjmë as i bën as i shkretuar. S'kalojmë do të na ha gjarpri kalamaj. Marrin votat dhe ikin. Po. Marrin votat. Ikin vlla. Mendoj për popullin, mendoj për këtë popull që e votën atje. Vjen edhe vemi dhe ne me vrapin, mbështesin. Po dhe mbështesin po dajt në përgjigjet. Çfarë do? Burra. Banorët e Levanit kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, si bordi rajonal i kullimit dhe pushteti lokal për pastrimin, dezinfektimin dhe rikthimin e këtij kanali në funksionin për të cilin është ndërtuar.